Fjallë, Ledio, plas fabulun tjetër të lutem, për ta mbyllur. Flogert këtë e ka thënë Ramsi të një intervisi ka bërë me Sokol Ballën dje në Romë, më duket. A kemi kështu, kemi gjë audio, Ledio, kemi sinkron? Kemi video në Italis, po. Jo, a kemi sinkron? Jo, në këtë rast jo. Vetëm kemi video në Italis. Qa video të Italis? Video e kryeministrit në rrugë duke folë në telefon. Ashtë tjetër gjë ajo? Jo, në këtë rast nuk kemi gjë. Mirë, okej, mbajtës do e mbyllu në fund. Flogert, të lutem, kur ka thënë ky, që i ka thënë Kolballës, unë nuk kam, a i ka thënë unë nuk kam birë politik në Partinë Socialiste, që me fjalë tira është trashëgimtar. Po nga që kemi Ramsi 4, normal fjala trashëgimtar shkon më mirë në të kontekst. Të lutem, mund të më thuash cila ishte thelbi qa ka thënë Ramsi 4 në këtë intervistë që na duhet ne për aktualitetin politik në Shqipëri tani, për ngjarjet që po ndodhin? Do e lexoj shumë shkurt. Jepi. Kolegu Balla e pyet. Pyetja ime është që tani që ju jeni kryetari i PS-së për 25 vitësh, tetorit 2005-s, kam patur fatin që bëj intervistën e parë pas kongresit etj. Ju jeni pra pas 20 vitësh ju jeni babai politik i Partisë Socialiste dhe e pyet që e vrat babain tuaj politik pra. I referohet nanos, po. Dhe kryeministri Rama thot se kam një birë që të më vras për momentin. Se kam një birë politik që të më vras për momentin. Balla i thot keni apo s'keni? Jo, se kam një birë politik që të më vras për momentin. Kjo është... Tjetër ç'të ka mbet nga intervista? Tjetër, sa i përket Veliajt, Rama thot që nuk do bëjmë tentativ tjetër për ta shkarkuar, do vazhdojnë detyrë, sepse gjykata kushtetuese e tha vendimin e saj dhe tani duhet ta nxjerrë edhe nga burgu që ta çojë deri në fund atë që ka nisur. Sa i përket Spakut, tha që ne pavarësisht çfarë Spaku bën në kuptimin që e ka përsëritur që shkel drejtë e njeriu te procedurat e mbështetësh, ne nuk do e prekim, dhe jemi e vetmja forcë që e mbrojmë. Dhe sa i përket zonës Balluku, tha që vazhdon në detyrë, duke... Ata kanë punën e tyre, ne kemi punën tonë... Duke ju referuar Loro Boriçit, mos gabofsha... Loro Boriçit, ç'do me thënë? Një ish futbollist. Dakor, nuk e ke fjallë për stadiumin. Jo, stadiumi jemi në futbollistit në Balë, që thoshte shiu ka punën e ti, ne kemi punën tonë. Të tha. Dhe Rama në kuptoj duke thënë që Spaku ka punën e ti, ne kemi punën tonë. Nuk e lëshon Balluku me fjallë. Atë tha mbrëm. Balluku vazhdon punën, Velia i vazhdon që ndronë në detyrë. Shikon që është e fort Balluku vla. Nuk kam birë politik dhe Spaku vazhdon punën. To ishin 4 lajme. Pjesa tjetër ishte marrëveshjet me Italinë, ushtria, investimet e mëse tashme. Pra e shikon Marsit që nuk e hatot Ballukun kë? Kotari me qëra fjalla, se hatot pa Ballukun. Lajmi është, a i titulli që ju keni vënë. Faktet precedente më pashëm kanë treguar që sa më afër e mban dikë dhe kote fundit para se Erion Veliaj të arrestoi, Edi Rama i kishte shpeshtuar drejkat në të dalë. Jo, po, më betoj se nuk është kështu ban Ballukun. Po me Ballukun do të ketë gjë tjetër, po. Edhe ma se ndryshon. Është shumë e fuqishme ajo, plak, është shumë e vështirë. Pastaj edhe ajo për cilën ka çështje Balluku është larg akuzave që kemi parë për tjerë. Dhe mbi emri krijon idenë i buldozerit madh që është sursi i pamposhtur, që shem çdo gjë që merr përpara Balluk. Çfarë flet valla? Nuk të përshtypjem krijon simbolikisht. Po patjetër valla, edhe është mbes, është familja se vjen nga s'është aq kollaj. Tu si një sekundë, nuk ka peshën e Benametit dhe të Erion Veliajt kjo. Jizi, Rama jep një mesazh tjetër. Problemi është kush ka peshën e Enver Hoxhës, thot. Mesazhi që jep Rama aty është që është për rrugë gjatë, ai vet. Pra kur thot nuk kam trashëgimtar në PS, përjashton çdo njeri të më. Dhe flet, domethënë nuk kam birë politik, pra ai akoma nuk ka nisur ta projektoj birin politik. Ose s'ka në mend. E jo më ta po kjo pra po thot filozofikisht, sidomos në idenë historike filozofike, liderët e zakonshëm lejnë trashëgimtar, liderët e mëdhenj lejnë institucione. Pra ata lider që realisht bëjnë punë, nuk fusin duart në praktikë. Ramsi 4 çdo lojë shkretim. Do lejë institucione, Spaku është një nga ato. Qartë. Ka bërë punë të jashtëzakonshme, është njëri i cili pavarësisht punës përflitet për korrupsion dhe për këto, po gjëra që janë absolutisht vërteta. Pavarësisht që ka shumë bashkëpunëtor dënuar. Qartë. Mendoj që është komplet realitet ndryshe dhe i përthyer, nuk është ajo që realisht flitet. Sepse faktet e tregojnë. Kemi sot KLP, KLG,
ILD, SPAK, që janë të rezultati i punët më të madhe edhe të jashtëzakonshme. Pyta. Si del koha të prodhoj trashëgimtar, se duhet prodhoj institucione që zgjasin edhe më Marvesh, që edhe kur të mos jetë ai thua, këto të vazhdojnë. Ne na duket si disa mini Rama, do na kujtojnë që të gjithë Ramën, kupton? Do kalojnë ke SPAK-u. Ta trosh më vetë ju futu për jetësi ky. Po. Sublimon veten. Faza më e lartë në filozofi kreacioni është realizimi i vetes. Sa dhe pas ku diun 2000 ca vjetësh, siç përmendet sot Cezari, do përmendet Ranci 4 apo jo, i 5, i 6, i 7. Do dalim në qendër, do shikojmë atë kullën e madhe që ka të fytyrës. Ka bërë dhe fytyrën e të kulla. I ka palur atë çfarë perle. Ka bërë vetëm vetë të kulla në qendër. E arriti ditën pra, e shikon? Me luftë, me sakrifica, me ashtu po e arriti këtë ditë. Ma me shumë punë. Si thua do të gjë vlla, ore, e ke inat, se ke inat, jepi hakun vlla. Po. I keni dhënë gjithë një dorë. Tha troç muhabeti, patjetër më kur e ka merituar, po patjetër diskutohet. Ore, po janë njerëz ambiciozë, nuk është puna, s'kemi ndonjë merit ne o progres. Jo, ti ke merit ditë të para të. Jo, fare, nuk kemi asnjë merit, ne thjesht komentojmë aktualitetin, nuk e bëjmë aktualitetin. Këta bëjnë aktualitetin. Këta e bëjnë. Agjendën ata e ndërtojnë. Patjetër pra. Patjetër. Ne thjesht mund ta rishpikim sepse jemi talentuar ose jo. E do të jemi më shumë se kaq jo. Dhe krenar për virtytet e tij. Më se më atë krenar pastaj është pjesë debati një emisioni tjetër. Po ne duhet thjesht të paktën ta konstatojmë. Dakor? Ai balluku mos kruhet një rinjer, kaq është e rëndësishme, se nuk i dihet se ku përfundon. Dakor? Kujdes me të ballukun. Koska fort. Dakor? Sebastian? Ta se do flitë si Ferogja, se dim ne kush është. Se si të është Emberi? Se dim ne kush është ai që Qelpirqeni. Ja, thot ndryshme, thot Qelpirqeni. Një mutmuti. Mutmuti thot? Po për këtë thot? Nuk thot ballukun e shkap, por Kadrias Bion. Kadrias Bion? E dim ne kush është ai mutmuti çfarë. Për Kadrias Bion thot gjë tjetër. Shtas me mut kanë këtë vend, po pa fund, më gjithandej në çdo nivel më. O zotri, Sebastian, për ta mbyllur emisionin vëlla. Po marrë dy figura për që edhe qytetarët ta kenë në thjesht. Është piktura e Saturnit që ha të birin dhe ky është pushteti. Pra tash bite tu, ky është pushteti. Është ajo që thotë Rama, më vrasi dikush siç vrava unë patos. Bravo, fix, bravo. Jemi totalisht dakord. Por në krahun tjetër kemi edhe një figurë tjetër shumë të rëndësishme që është Rozafa, e cila muroset dhe ushqen fëmijën me gjysmën e gjirit. Ky është shteti. Pra shteti ka, është si thua, mëkon të gjithë bite vet dhe është dora e djathtë dhe e majtë në gjithë në kohë. Në këta aspekt ajo që do thosha është Rama ngjan si ai ciklopi polifem sot, që ka një fuqi të stërmadhe, po ka vetëm një sy. Sepse këtë syrin e ka qërruar pak SPAK-u, dhe kjo fuqi e stërmadhe, kryeministrit që shtyp këdo ku ve dorën, ka një mundësi për t'i ikur. Do ikësh si Odiseja, do i bësh rrengje. Ai përcakton temën e ditës, në komunikimin strategjik përcakton debatin, përcakton mënyrën se si do të ndërtohet narrativa e Sebastiani fort në lëmin tënd, ë? Është do të kërcej tanku tash me Sebastian. A Seb? Edhe? I përcakton të gjitha këto njëra pas tjetrës. Ka një gjë, nuk prodhon dot realitet. Realiteti për fetarët atributet i ka vetëm Zoti për ta prodhuar realitetin. Ai në fakt prodhon vetëm realitet. Ne, se të dëgjojmë Sebastianit, se do më shumë duke që ai prodhon Sebastian. Të gjithë liderët kanë rënë kur kanë menduar se e prodhonin ata realitetin me veprimet e tyre. Kemi kuptuar një gjë, për dalë prapë të mitologjisht. A themi ne që Shqipëria nuk është ajo që na projekton Edi Rama? Pra është më i fort projektimi që ai i bën realitetit se sa realiteti vetë. Tani kjo është problemi gjuhësor, se nëse ti thua centaur, centauri nuk është se të shfaqet aty. Tani kjo ka është... E bën Rama, e bën Albini shumë mirë. Tani kjo është çështje gjuhësore. Nëse ja ta mbaroj Sebastiani, se jemi në fund, Caktimi i temës së debatit që bën kryeministri me komunikimin e tij strategjik që ne do të shkojmë në Evropë. Të gjithë ne merremi, shkojmë apo nuk shkojmë në Evropë. Kjo është tema e tij strategjike ku ne të gjithë bëhemi pjesë e debatit të tij. Ndërtimi i një forme tjetër narrative, libri, që është shumë i rëndësishëm për të lexuar, jo ky, po çdo lloj libri, dhe Pegi ka botime shumë të mira, tregon që ti mund të ndërtosh formë tjetër narrative. Mungesa e dendurisë së analizës, shkoje, kapje, puthje, hoqje, tërhoqje, shkoj këtu, iku atje, etj. Kjo lloj analize është në dobi të atij i cili bart pushtetin. Pse nuk dolën qytetarët në përvotime të dielën? Sepse është shumë e thjeshtë. Në çastin që ti dekurajon qytetarët duke qenë në pushtet,
Interesi është i dekurajosh, mos i nxjerrësh. Janë të lumtur me doktorin dhe Sa më Ramën, shumë janë dekurajuar. Një sekond, ta përfundoj. Patjetër. Sa më shumë i dekurajon, Teza e drejtë e Çanit që duhet heq sa më shumë, gara politike. sa më shumë Ka mbaruar. Ta bëjmë ato, ta bëjmë ja sa më shumë i dekurajon votuesit, aq më shumë favorizohet pushteti. Janë të lumtur, më pse të Të dekurajuar? gjitha pushtetet kanë rënë mbi një bazë, ndërtimi i narrativës që është alternativa, për të ndërtosh formën ligjerimore, që është alternativa, dhe e dyta, të ndërtosh një qasje të re. Berisha nuk e bën dot këtë lloj gjëje. Dhe kjo dihet botërisht që nuk e bën dot këtë Kush lloj nuk po gjëje. e bën dot më? Një sekond. Vetëm se dëgjon, na ikët nga tema. Ai tha nuk kam bir pasardhës, pra nuk kam bir tha politik në PS. Po bie njëta gjë është. Jo, po prit sekond. Po bi ka është pyetja, ka bi pasardhës? Kjo është e bukur. Në qoftë se Balluku reziston të gjithë kësaj goditje, Do jetë ajo atëherë. duke parë dokumentet, ku ne shohim që në tender na thonë që mungojnë 50 milion euro. Por s'paku duhet na tregoj, mori Rama, Balluku apo Turku. Kështu që në këtë lloj qasjeje, në qoftë se ti na thua që këtu kemi një aferë 50 milion euro she 30 apo 40, e rëndësishme është që ti të tregosh se Se e ka thënë spaku të detaj? Është marrë me detaj? dokumentet dhe analizohet Ta thonë thon paparazim procedura, tjetër, por por- nuk flas dhe për korrupsion. analizohet kësaj. Po nëse më nuk dua, shiko, nuk më intereson fare të futem asaj gjëje, unë kur do dali spaku ta thot vetë çfarë është atje. Brenda, deri tani s'kan nxjerrë, që kanë nxjerrë një dosje që s'merret vesh, a ka tjera apo jo? Kanë nxjerrë dosje kjo komunikon me berberin apo. Problemi është nuk është ky molla. Unë tani e kam. Sigurisht berberi që Por Unë kam problemin. kujt i flet Rama kur thotë unë nuk kam trashëgimtar. Kujt i flet pra? I flet kujt i flet? Erion Veliajt, Vallukut. Vetes, i flet. Si vetes? Po vetes. Sa i flet me veten tani? pa u pikin niveleve të larta. Sepse ka një problem në këtë mes. Sa po do të thoshja po Një person i cili ka frikë, nuk lë as të dytë as të tretë. Gjenialiteti i një lideri është të gjejë një numër 2 që nuk bëhet asnjëherë 1. Ky është gjenialiteti i liderit. Doktorit. Çështja është që Rama nuk ka as numër 2 as numër 3. E para po ja merr spaku dhe e dyta i vret vet. Pra nuk ka të atill. Çështja është një ditë të bukur, ky instrument që ka Rama Ndor që është Partia Socialiste, një ditë të bukur do të shohim ne që dikush brenda partisë me linja do të arrit ta mundi Ramën. Dhe për mendimin tim kjo ka për të ndodhur. Ka ndodhur gjithandej në politik, nuk është se këtu jemi rast përjashtimor nga e gjithë botë. çfarë. Su në fakt ka ndodhur gjëra që ka ndodhur. një fjali- Se bëm një lapsus dhe që parë dhe ju që bini dakord me mua, tregon që jeni pajt pa vëmendshëm dhe pa memoria sa unë. Se unë e pranoj botërisht që më ka ikë memoria, valla, por kumblla me kohë. Dakord, për shkak të emisionit shumë të dëndur etj nuk ka rëndësi. Na thuaj? Por Beqir Balluku e ka pas Enveri. Po pra, thash. Po e the ti pastaj kur thash jo për Kadriun, ti s'e që jo Ariane ka. Kadriu thash ka thënë që tjetër, për Kadriun. Në momentin Beqirin e ka pasur, i ka thënë, Në momentin se dimë kush është ai muti që ka afatuar atë. Kurse për Kadriun ka qenë që nuk po merrnin guximin për Po shkak gjyshin e Berës shkret, po. Edhe ai thotë që bëjnë motrën Kadrias Biu dhe pastaj fillojnë gjithë që do të na Çfarë është tani kur e mendon apo? Se dakord me spakun jemi që ti kapi të gjithë fakti. Jo, çani ka vetëm një gjë. Po edhe kjo tani ti bjen i qaf njerëzit të punës së burr tani, vetëm kur mendon sa rrugë ka bër, sa ka bër Bela shkret me stafin atje, tani ti biesh i qaf pse se ka bër një dhe su ta ketë dhënë. E çfarë pastaj? Njeriu kur punon leje më dha tani çfarë? Të themi gjë, mungesa e Pastaj gabime bëjmë gjithë. po gjithë burr gjithë. Vetëm ai që nuk punon nuk bën gabime. Aha. Shton se Madje ai që punon nuk ka mundësi të ketë fertilitet, që të ketë trashëgimtar. Infertiliteti politik Kështu që vëlla dëgjoj, unë nuk e kuptoj këtë Ramsin, domethënë. pasojë e punës. Më kuptoj të Marsi të Ramsi 4, se i quajnë Marsi 4 me gjitha fuqitë. Si vazhdon lë spakun akoma ky vërdam, vëlla? Se këtu ta kishe. Po ka një moment tani që s'kam nevojë vëlla, tani duhet vendosi vetë gjërat më burr. Ore unë herë në fundi pozishit ju do e bëjmë javë tjetër, tani s'kej më kolor, eta. Unë propozova, isha me Murizin, pastaj ja thash dhe Arlindit. Murizi filloi ta mendoj seriozisht. Arlindi e kapi nga një tjetër këndvështrim. Po. Ore, në këtë vend është vërtetuar, nuk ka nevojë për rotacion, molla. Edhe kur ka ndodhur rotacioni, ka ndodhur se kanë dash ata që kanë dash aktorët, sepse ka kërkuar njëri me zor. Ramsi provoi që ADN-ja e kësaj shoqërie, Kushta opsiana. Ramsi provoi që ADN-ja e kësaj shoqërie nuk e ka fare në thelb ndryshimin e i këtij se do vi një tjetër, se ti më mërzitet se do vi ky tjetër ta bëj më mirë. Jo. S'është fare kjo. Atë ka ardhur momenti që Ramsi të marrin gjërat në dorë, vëlla, se boll po shkatron gjithë dynjan, veten e vet, edhe gjithë bashkëpunëtorët.
Në vend që të punojnë, valla, të bëjmë punë, edhe ta heqin njerëzit mendjen, jo po vodhi, nuk kanë rëndësi fare. Tash po që zëhet kodin penal. Ore ta lej kodin penal, po jo për gjërat e mëdha që bën qeveria, mo ta lej për ai duhet të vegjël më për të xhepa, ç'pun ka? Pse ku të merremi? Do të je afrikani? Corruption is good. Corruption is good. Kështu e thaj shkrepi? Po pra, domethënë, është provuar në këtë vend Marsit. Si ka ndonjë protestë popullore këtu, siç ka për shembull gjithandej, ose ka referendume si në Zvicër, për shembull që njerëzit dalin dhe votojnë për shembull qoftë edhe për ato ngjyrat e Kazanit. Çdo atje ja ç'ndodhin atje. Jo, më ja, Zvicra për shembull është një vend që funksionon demokracia. Edhe podrumet. Edhe podrumet. Tjetër gjë, shumë daralla, ato është i qetë vendi mos nga se. Për qeshur lërë i themi këto gjëra, s'ka ndonjë lidhje. Po dua të them, Shqipëria se tas janë, ti lëm kot llollot më burr tani e të bëjmë moral kot. Nuk kemi ndoshta nevojë fare për të gjë, mo të hiqen zgjedhjet e të gjitha më ba. I mbron ky më ba. Vajto. Ti jeti përjetshëm, mos ketë më frikë do heqi kush. Në këtë rast fitojmë kurse ndë shumë para, gjithë miliona që harxhojnë, jo budalliqe se sa duhet merren për zgjedhje. Është treguar që ndriçuar thua ti. Është treguar që nuk e mund dot njëri, është mohabet kot. Ky deri tani s'po tregon ndonjë shënjë. Ndriçuar. Ky deri tani, ky është i sigurt vetvete që ky do mbetet në historinë se po bën gjëra. Po. Jam dakord. Po pra, problemi i vetëm është që ky po bën sa gjëra që bota i ka bërë shumë para këtij, kullat. Po çfarë do mbetet tjetër? Fatkeqësisht është kjo që them unë. Çfarë do mbetet tjetër ky vëlla? Po çfarë do mbetet tjetër ky? Po të mendosh për veç të kullave të larta. Më thuaj një gjë më që ta mbajmë mend, ta dim ne. Çfarë do flitet? Kush? Spaku. Po Spaku këto të kanë bërun, po ndërkohë këta të tjerë thonë jo më vëlla, ka qenë me detyrim thonë nga amerikanët dhe nga Brukseli, që cilët duhet të kenë një dorë në drejtësi, sepse politika në fakt nuk ka politikë të... Opozita ka dhënë gjithë kreditet Ramës. Politika e brendshme gjithmonë politikë e jashtme, ë? Opozita ka dhënë gjithë kreditet Ramës. Se thotë që Spaku është pjellë... Shënë si ka se ai e pa ish, loj politike. Rama mes doktorit dhe amerikanëve ka zgjedhur amerikanët. Ju mendoni që pas... Bashkohet me doktorin dhe nesër e çon drejtsinë atje ku ishte. Ju mendoni që pas 100 vjetësh do përmendet Spaku, e keni seriozisht gjë? Po, Seriozisht e keni? patjetër. Po. Një që telefonin do i thonë prindit fëmijëve se do të kapi Spaku. Është prekur për herë të parë, çfarë mban mend nga transicioni në Rumaniti? Pasi 100 vjetësh do mbahet mend. Transicioni në Rumani, çfarë mban mend? Çfarë mban mend? Burrë grua. Po nga Rumania pas 100 vjetësh do kujtoj prapë Ceaușescu më burr. Po patjetër. Se si ekzekutuan atje. Është pjesë e historisë ajo, Po patjetër. prandaj po them pra, pas 100 vjetësh do mbetet... Edhe këtu do mbetet që për herë të parë u hetuan niveli më i lartë. Problemi është që pas 100 vjetësh Ramës do i përmendet Berisha. Ra diktatori erdhi Berisha. Pas 100 vitesh do jemi brrr. Dhe ky është problemi i madh i Ramës, se po s'bëri një gjë të madhe, do i përmendet Berisha. Loreta, mirë ne që e mbyllëm të jetë tu tani dhe s'kemi që bëjmë. E mbyllëm. Edhe mund të ikim xhanën se gati jemi, Kosova jako është, Malezie këto. Nuk po them Greqinë se Greqia është për njerëzit që e duan atë vend, për ata që se duan më mirë mos shkojnë fare se do ndjehen keq. Po flas për këta njerëzit që e duan se duan, normën e kanë këtu në Kosovë. S'ka asnjë problem, është shtet normal. Me thonë shofësh hartën elektorale do kuptosh me një njerëz se çfarë shteti është. Edhe hartën e Shqipërisë dhe hartën elektorale e pa ndjej ishte brillante pardjella. Loreta, ty përveç librave dhe shtëpisë botuese Pegi, zëna, nuk është se të lidh ndonjë gjë tjetër me këtë vend apo jo, se ti jetën e bën në Gjenevë. Ke dy fëmijë atje. Kam familjen time këtu, kam bizneset, po jo. Gjë tjetër nuk të lidh. Po shkon në Vjenë. Mjafton, nuk është pak. Jo, dakord, ta kanë fjalën nuk jeton çdo ditë. Jo. Me këtë ke parasysh, me këtë scrollingun e neveritshëm të ke parasysh? Po. Jam në check-out nga politika shqiptare, e pranoj. E pranoj. Çto në Zvicër për ta mbyllur me ty Loreta, siç e hapëm me ty. Çto në Zvicër për rancin e 4, për çfarë do mbetet histori? U fol shumë për diellën. Për diellën është gjithë botën. Gjithandej po. Ja e kapi, shkon si kapa i këtu. Zvicër bëri lajm. Njëri punëtor? Po pastaj jo, nuk është një faktor që bën pjesë në jetën politike në Zvicër. Në përgjithësi për Shqipërinë nuk paraflitet. U fol për Kosovën, kur ishin çështjet, bën një ndeshje? Bëri ndeshje Kosova me Zvicrën? Se di. Gjëra të tilla? Po. Kishte një ndeshje, domethënë, po nuk është Kosovarët janë integruar, ka shumë kosovarë në Zvicër, ata janë integruar shumë mirë, pjesa më e madhe e komunitetit, ka raste pasaj që flitet krime, gjëra të vogla, po që Shqipëria dhe Kosova, shiko, janë vende shumë të vogla. Jemi një fshat. Qartë. Për ata. Kështu që unë mendoj që, okej, edhe unë kur vi këtu merrem nga kjo rrjedha e përditshme. Po, me kalimin e kohës, Po duhet të jemi të ndërgjegjshëm që si jetojnë këta në Zvicër pa adrenalin, nuk e kuptoj. Depresion, domethënë.
Ja, më, s'është egzagerim. Se presion, ka adrenalin këtu ka ngjarje çdo ditë. Se mungesa e adrenalinës është depresion. Patjetër, aty çdo gjë në rregull. Paqe, është qetësi. Paqja është në botën tjetër, ç'është kjo paqe këtu? Jo, paqja është edhe në jetë, aty është bukur shumë. Paqe. Thjesht zot kalosh normën kur është me 80, me 80 orë. Po, se për të qenë të gjob. Po kështu po vjen dhe këtu, fatikisht. Ja sa të mbarojnë kamerat, lart e poshtë të shohësh. Shohësh çdo bëhet valla. Nëse mo dakord, po gjithsesi mos harroni ta shihni një dokumentar e keni në YouTube. Në fakt është dokumentar që është bërë nga një grup francez dhe edhe zviceran. Ka dalë tani së fundmi. Unë e kam edhe në Facebook, në faqen time në Facebook, kod për qef, për ata që e shohin. Mos o mbisi, për gjithu i doni të kuptoni dhe pjesën tjetër të Shqipërisë, atë që nuk jo thonë, mund të shifni dhe të aji dokumentar, me titra anglisht, mund të gjithë me titra shqip, po me anglisht është e sigur që është atje, për ju që zdi. Do të thejtë do mbyllu emisionin. Dokumentari quhet Mafia, 2 pika, Shqipëria, narkoshteti i preferuar i bashkimit Europian. Takomi të martën.